vendosa më së fundi që t'i them po pjesëmarrjes time në politikë, sepse është momenti që të gjithë intelektualet të bëhen pjesë e politikës së re që po ndërtohet dhe sidomos e ëndrës madhe që gjithë Shqipëria të bëhet pjesë e familjes madhe europiane. Unë vendosa të vi politikës me kaq vendoshmëri sa që dua të jem pjesë e parlamentit dhe për këtë ashtu si që në vite kam dhënë dashurin për ndaj qytetit tim, dua të rikthehet kjo dashuri dhe për mbi të gjitha të kem ndihmën dhe votën tuaj që të jem pjesë e parlamentit të ri të Shqipërisë e shikoj që bashkë me ju të ja për qytetin, të bëj atë që çka është më e mira dhe së bashku me ju këto arritje që janë arritur t'i ruajmë, por ka dhe shumë gjëra të tjera që duhen për qytetin, të cilat mund të çdojnë këtë qytet. Unë kam kurajën qytetare, civile dhe profesionale që t'i ngre problemet që duhet për qytetin. Jo vetëm në planin e pushtetit lokal, po dhe në planin e pushtetit qendror, aty ku mund të ndikoj fort dhe së bashku të ndërtojmë atë identitetin e zonës tonë që quhet Made in Saranda apo Made in Ksamili dhe ajo që është më e rëndësishme të bëjmë të tilla struktura që ai turist që vjen sot të na rikthehet nesër dhe pas nesër.